Jo, unë them për zgjidhje, nuk them për përgjegjësi, se përgjegjësia tani e ka marrë Ferraratën, po. Kur vjen puna te Durrësi, dhe jo vetëm Durrësi, po gjithë sistemet tona të menaxhimit urban të qyteteve, natyrisht për këto ka hapësirë për jo rregullime, por rregullime radikale, se nuk është vetëm Durrësi, edhe qytetet e tjera të Shqipërisë kanë të njëjtin problem. Ndërkohë, kur vjen puna qoftë për Gjirokastrën, qoftë për Rëmejnë Pogradec dhe në mënyrë të posaçme duhet të qëndroj tani tek rruga Qukës Qafploç, problemi është më serioz dhe ka të bëj me atë që e ka çështjen gjenezë. Pra e ka që ajo është vizatuar si rrugë. Diçka për rrugën. Ju diskutuat që parë për rrugën e Kukësit. Jo për rrugën e Kukësit. Tani rrugën e Kukësit, më të Qukësit. Të Qukësit, po. Unë e kam ndjekur, Koli e kam ndjekur me shumë vëmendje. Unë t'je di që jam projektues rrugësh dhe jam nga pedagogët e rrugëve. Po, të dëgjojmë, ndërkohë vazhdo flit se të dëgjojmë. Qoftë në planin gjeostrategjik, qoftë në planin e interesit kombëtar, po qoftë edhe në mënyrën e projektimit, ajo rrugë quhet sabotazh në sistemin rrugor të Republikën e Shqipërisë. Në mënyrë të posaçme, problemi më serioz i saj është mosmarrja fare në konsideratë e formacioneve gjeologjike në cilat ajo është zhvilluar. Nuk po them për gjeometrinë e trupit dhe nuk po them për gjeometrinë e aksit lëvizjes, me kthesa të tmerrshme, nuk po them për gjë, po them atë gjë që kjo rrugë është ndërtuar në formacione gjeologjike, janë formacione të paqëndrueshme. Nuk ka inxhinier rrugës që ndërton në ato formacione. Dhe po e them 2009 kur filloi ky projekt, duhet të vendosesh në gjithë dinamikën e vetë të projektimit, detyrës të projektimit. Na e thuaj Arben se ti në 2009 ajo ministri ke qenë. Ti e di më mirë se gjithë kush e ka projektuar, edhe arsyet pse ndoshta. Atëre, në 2009 nuk kam qenë në ministri, sepse në 2006, në 2007 nuk bëra denoncimin për vjet e mëdha në atë ministri. Ajo ministri ka qenë e dirigjuar për të sabotuar korridorin 8. Dhe ajo rrugë nuk ka qenë gjë tjetër veç se një devijim i interesave kombëtare nëse do ta dish në planin gjeopolitik. Kjo është akuzë rëndë, ëh? Në planin e interesit teknik, absolutisht e rëndë. Edhe mbaj përgjegjësi me çfarë do analize për këtë që them. Ti e di që unë jam i përgjegjshëm për këtë që them. Aq më tepër për rrugët. Rruga e korridorit 8 është kjo që po bëhet tani. Thua, po pra dakord, thua që një qeveri e cila e ka në parun e vetë politike që ta bëjë Shqipërinë së gjithë Evropa. Ta bëjë gjithë Evropa. Sabotoj me ndërgjegje korridorin 8. Pra, po flas për referohem qeverisë vitit 2005. Sali Ram Berishës, qofse do me emër. Dhe po e them, jo me bindje, po me precizion absolut, sepse nuk është vetëm një rast ku interesat kombëtare shqiptare janë cënuar nga ky person. Edhe kjo është quajtur rrugë e kombit, përsëri ka probleme të natyrës gjeopolitike, po gjithsesi nuk po i trajtoj tani, por kjo e Qukësit është rasti më i pastër, më ideal, kur Sali Berisha vendoset në interesa, në shërbim të interesave greke për të sabotuar korridorin 8.